Tragjedi në ajër, rrëzohet helikopteri në Uttarakhand në 5 viktima dhe 2 të plagosur. Një mëngjes që nisi si çdo tjetër dhe u kthye në tragjedi në Indi. Një helikopter i kompanisë Aerotrans Service Private Limited që udhëtonte nga Dehradun drejt helipadit Harsali u rrëzua në një zonë thellë ujore rreth orës 8. Pamjet nga vendi i ngjarjes janë tronditse. Rënoja të shpërndara, tym dhe dëshmi të një impakti brutal. 5 persona kanë humbur jetën në vend, ndërsa 2 të tjerë po luftojnë për jetën në spital. Shkaqet e rrëzimit mbeten të paqarta, por autoritetet kanë nisur hetimet ndërsa vendi është në zi për humbjen e jetëve të pafajshme.